Përshëndetje të nderuar teleshikues, ndërsa nga viti 2013 mazhoranca socialiste shfaq një tendencë të fortë për të kaluar çdo shërbim të rëndësishëm tek privati e kundërta po ndodh vitet e fundit, të paktën 13 kompani në pronësi të shtetit kanë nisur apo po nisin aktivitetin në sektor kyç si hidrokarburet, financat apo mbrojtja. Flasim për kompanitë për masave si Air Albania, Ilirian Guard apo Banka e Zhvillimit. Përse shteti po heq dorë nga roli rregullator dhe po shfaqet si operator në tregje kaq të rëndësishme, do ta analizojmë me profesorin e ekonomisë, zonjën Valbona Sakollari. Zonja Sakollari, përshëndetje, mirë se erdhe. Dhe nga ana tjetër kam edhe juristin dhe avokatin Romeo Kara. Avokat, faleminderit, mirë se erdhe. Faleminderit ju. Një dhënë shumë e dukshme, zonja Sakollari, pesha e kompanive shtetërore në prodhimin e brendshëm bruto arriti nga 8,2% në vitin 2002 në 11,6% në vitin 2024. Në opinionin tuaj, sa e dukshme është kjo rritje? Përpara se t'i përgjigjem në mënyrë të drejtë për së drejtë pyetjes suaj, do të më lejoni të bëj një analizë të shkurtër historike dhe globale të situatës ku jemi, sepse duhet të kuptojmë nëse ajo çka po i ndodh ekonomisë shqiptare apo modeli ekonomik që ne po përqafojmë është një situatë atipike, pra është një risi, është një zhvillim ekonomik sui generis, apo është një fenomen i njohur si nga teoria apo edhe në praktik. Në qoftë se do të vendosim në një boshtë horizontale temi zhvillimet ekonomike apo sistemet ekonomike në të cilat zhvillohet sot bota, në anën e djathtë kemi ekonominë e tregut të lirë, që për ekselancë prezantues apo përfaqësues kryesor janë Shtetet e Bashkuara, Zvicra, Singapori, dhe në ekstremin e majt kemi vende që i përkasin ekonomisë planifikuar, tashmë me Kubën, me Korenë e Veriut, por model që ne e njohim sepse kemi qenë pjesë e tij. Ndërkohë, në mes të gjithë këtij grupi, kemi edhe sisteme të tjera, siç është zhvillim kapitalizmi social-ekonomik që përfshin vende si Gjermania, vende si Hollanda, apo modeli nordik, me vende si Norvegjia, apo gjithë Norvegjia, Finlanda e kështu me radhë. Kemi në këtë grup të madh edhe atë që quhet kapitalizmi klientelist, që është i përfaqësuar me Rusinë apo edhe me Hungarinë, dhe kapitalizmin shtetëror që përfaqësohet nga Kina, nga Emiratet e Bashkuara apo dhe Arabia Saudite. Të gjithë vendet e tjera kërkojnë dhe janë në këtë grumbull modelesh. Duke u afruar tek Shqipëria, po të ndalojmë në vendet e Ballkanit, pra në vendet e rajonit, vendet e Ballkanit perëndimor, të gjitha kanë karakteristika të kapitalizmit klientelist dhe kapitalizmit shtetëror. Pra dhe Shqipëria nuk bën përjashtim, ne jemi në këtë drejtim. Po kemi zgjedhur të zhvillojmë këtë lloj modeli ekonomik, i cili ka si karakteristika të veta edhe rritjen e ndikimit të shtetit në ekonomi, jo më në rolin e rregullatorit, por në marrjen e pozicionit të aktorit kryesor, duke zënë dhe duke okupuar sektor të rëndësishëm, siç është energjia, burimet natyrore, infrastruktura e kështu me radhë. Okej. Avokat, flasim për sektor kaq strategjik si nafta, financat apo edhe sektori i mbrojtjes, por sa po bën dëshmitar të falimentimit të kompanisë Air Albania? Nuk duhet mendohet qeveria dy herë përpara se të dalë si subjekt në treg? Unë mendoj që përveç skemave që janë të shtruara si platformë dhe si zgjidhje, kam pas një debat realisht përpara rreth 2 vjetësh me disa të huaj, ku përveç kritikave që unë kam pasur dhe gjithmonë i kam shprehur, edhe për ish qeveritar, po tani për qeverinë aktuale, më kanë thënë çfarë do bëjmë ndryshe. Dhe rastësisht kjo temë përputhet me atë që unë kam thënë. Ne ja lam në dorë privatit dhe mënyrën si u loje me privatin, pra ka qenë kryekput e korruptuar dhe jashtë çdo lloj parimi moral dhe etik, fatin e shqiptarëve,
dhe realisht ata dështuan. U bën kaq pangopur, kaq paturpshëm, dhe kaq agresiv në kapin e shtetit, se mirë se morën tendra, për përsiguruar tendra, pastaj punësuan dhe njerëz të tyre, vranë të gjithë garën e shanseve të barabarta, se ky është kapitalizmi. S'themi të jemi të njëjtë, ne të tre që jemi, po paktën shanset i kemi të njëjta. Duke shkelur çdo lloj etike, detyruam shqiptarët të përjetojnë, jemi akoma në përjetimin atij që unë e quaj realisht, domethënë, i kam bërë një analizë dhe po ndihmoj fëmijët tim në një temë të tillë. Ky është sot genocid. Dhe për t'i dalë për zot ti populli ka menduar dhe vetë që tu duhet tani në një farë mënyrë dhe kjo rishpërndarja e pasurisë që të bëhet nesër, duhet të filloj aktori shtet të lozi dhe unë flas në parametrat e sovranitetit. Pra, nuk mendoj që një njeri që ka mendorosur gjitha prokurimet e koncesionet e tjera mund ta bëjë të punë. Pra, si ide nuk është e keqe, po që duhet kontrollohet dhe ne duhet të pranojmë pastaj që të ndryshojmë diçka edhe në pozicionin e jurisprudencës. Gjermanët kanë hyrë në këtë lojë, por e pranojnë përpara gjykatës, se aty do të zgjidhen problemet nesër të kontratave, detyrimeve e të rregullave të lojës. Si të barabartë shtetin. Ne kemi zgjedhur variantin francez me gjykatë administrative. Tani duhet kemi ndryshime apo jo? Ne kemi vajt ke 11%, domethënë, dhe kemi një shtesë nga 140.000 të punësuar në shtet në 180.000. Për politikë sociale, kjo është e vlefshme. Në politikat e sigurisë, që ti të sigurosh vendin tënd të jesh sa më sovran, si sovran tani. Ke 2 oligarkë që nesër ju teket e shesin bizneset e tyre dhe nuk e merr vesh çfarë ndodh me paratë tua, domethënë. Ne nuk kemi një politikë agresive të ruajtjes së kapitalit këtu, që fitohet këtu dhe lihet këtu. Gjermanët e kanë krejt ndryshe. Në momentin që ti rritesh, zhvillohesh Gjermani dhe kërkon të çosh, pas rastit të bëjmë një nomini, të çonte kapitalin në Britani, në Brazil edhe në Shtetet e Bashkuara, asin problematika të mëdha sa përfundoi edhe në burg pastaj. Pra, s'mundesh ti të trashësh Shqipëri edhe zhvendos kapitalin. Kjo hemorragji dhe kapitali do të marrë fund dhe siç është më kryesore është hemorragjia e njerëzve, të cilët nuk kanë dhe besim më ke sistemi. Pra, po të marrim shembull pastaj prapë të luftës që ka qenë më e madhja deri në mes 2 partive të mëdha në Greqi, kur merrte e djatha pushtetin, privatizonte shërbimin urban, kur e merrte majta e rishtetëzonte. Tani, ne për politikë sociale mund ta pranojmë ndërhyrjen e aktorit shtet, por gjithmonë në garanci shumë të forta të barazisë dhe të rregullave të lojës. Më mirë të pranojmë që shteti ka një monopol diku të caktuar, po marrë si shembull lojët e fatit. Disa qytete në Gjermani e kanë eksperimentuar dhe për pagat e njerëzve në nevojë, që janë fare pa punë, për pensionet e ulta, për shërbime tjera, por gjithmonë në funksion të komunitetit, i kanë shërbyer ato dhe ne nxorëm para disa ditësh në emision që e kanë nga 2 deri në 2.5 miliardë në vit. Pra ne çfarë na mungon ke politika sociale? Edhe hajde të flasim dhe ta bëjmë shtetin edhe aktor, por të kontrolluar pa prekur rregullat e lojës. Pra këtu është vështirë ta bësh të barabartë sepse shteti hyn në lojë në mënyrë të pabarabartë. Dakor, po unë nëpërmjet shtetëzimit ke shumë drejt, nuk je gjë asaj. Unë vetëm flas nga përpara se të interesohen për lojën e oligarkëve, se tani ky shtet është, që është akoma në favor të oligarkisë. Është modeli që kemi zgjedhur. Jo, se kemi zgjedhur. Na kanë imponuar, nuk e kemi zgjedhur. Nuk voton njeri për ta, unë nuk votoj të më rrjepin mua, të marrin jetën time, familjes time. Është mënyrë absolute kjo. Këta po i vjedhin votat si duan t'i marrin. E din vetë ta, me kodin zgjedhor tyre të tjerë, analizat juridike jo kanë bërë, dhe kanë dalë lojën, që sido që t'i hedhësh zarat janë për këta 2 partitë e mëdha. Problemi është që përpara se të mendoj për lojën e pandeshme midis të pandeshmeve, duhet mendoj për mbijetesën e këtyre më. Ky diellë, ky qiell, kjo tokë që quhet Shqipëri, që përfshin dhe liçenet e lumej e det, nuk janë vetëm për këta 4-5 pangopurit, edhe për 2 partitë. Që po të hysh analizë juridike, mua më dalin të 2 organizata kriminale. S'po hym ke kjo, domethënë. Po të hanë dhe njerëzit, të mbijetojnë, të kenë një strek ku të fusin kokën. Dhe të kenë një minimum jetik, që në termat klasik është 1/3 strehim, 1/3 ushqim, 1/3 edukim. Ky është minimum jetik, që po them unë.
Pra në këtë kuptim, ti ke për detyrë t'i dalësh për zot njerëzve tu që po t'hikin, dhe paturpsisht më merr pasaj njerëz nga jashtë. Edhe ajo fshet diçka tjetër. Ti nuk i merr se s'ke forcë punëtore, po kur i merr këta shërbys, ke shtëpitë e këtyre drejtorëve, administratorëve, që me matarokën e shtetit mbajnë nga 4 filipinezë shtëpi, ti do të fshesh një realitet tjetër. Dhe këtë i dim. Pra unë mendoj që jam i dyzuar, jo se nuk e kuptoj prishjen e rregullave të lojës dhe rrezikun të sjelli, por a do ketë një efekt pozitiv. Tani le të ndjekim shembullin e Belgjikës, pra do të kalojmë deri në Danimark, po Belgjikë dhe një pjesë e Francës janë diku 20%, ne jemi ke 11% ekonomi shtetërore. Nëse këta duhet ta bëjnë të kontrolluar me rregulla, edhe këto para të shkojnë, ky eksperimenti i shëmtuar që u bë, se kemi edhe Duranën dhe tjerë që po të hysh atje dhe më thëmë pa taksesh, mund të bësh një free economic zone pastaj dhe bën gati një klub veçantë të njerëzve tepër të privilegjuar dhe prek gjithë garën, këta nuk kanë taksa për 15 vjet, kur kanë këta tjerë, përse nuk po hymë kjo ajo. Por ne duhet bëjmë një garë barabartë, rregullat barabarta, dhe përpara gjykatës të jemi të barabartë. Pra, ta shoqërojmë dhe me ndryshime të duhura ligjore, por që a kemi nevojë të mos ngjelim mëshirë të oligarëve që nuk i dihet se ku falen dhe këta nga financohen në lidhje me mbrojtjen, po kemi nevojë. Ne nuk jemi Krupi, që janë më gjermanë se gjithë Gjermania bashkë, të cilët i kanë bjetuar çdo lloj presioni dhe nuk e kanë tradhtuar flamurin e Gjermanisë. Ne duhet krijojmë disa shtylla mbas edhe ekonomike mbietuese, se kemi shumë vite tranzicion. Pse nuk po ecim? Pastaj edhe nëna e privatizimit që është Britania, deri në vitet 2000, unë ka pasur shpesh në atë kohë, ka pas për shembull një pjesë të transportit tek rrullave akoma ka pas shtetërore. Pra, ne hym në një garë privatizimi të tillë që na detyron tani të bëjmë disa gabime të tjera si kundërpesh. Pra, privatizimi i çmendur dhe jashtë rregullave të lojës na detyron në mënyrë instinktive tani të rikthehemi deri diku për ekuilibrim. Është instinktive kjo, pavarësisht që është një organizëm që është shtet ekonomisë shtetërore. Profesor Esha, kemi një bankë shqiptare për zhvillim të cilë banka tregtare nuk e shohin as pak me sy të mirë, në fakt. Atëherë, duke ju kthyer idesë së efektit që ka rritja e rolit të shtetit në ekonomi, pra kthimi, sepse nëpërmjet kësaj banke shteti kthehet në aktor si bankat e tjera. Çfarë presupozon apo çfarë përmban kjo? Siç e thash ndërsa ju po flisnit, shteti nuk hyn në kushte të barabarta në lojë. Pse? Sepse faza fillestare e bankës për zhvillim apo edhe të gjithë ndërmarrjeve në pronësi të shtetit, kostot për startimin e tyre mbulojnë nga buxheti i shtetit. Pra janë kosto që hiqen nga objektivat që ka paracaktuar qeveria për të realizuar, për të sjellë ca shërbime publike tek qytetarët e saj dhe i devijon nga ky drejtim i çon në drejtimin e krijimit të një ndërmarrje shtetërore. Nga ana tjetër, këta arrin të konkurojnë, këto ndërmarrje shtetërore shkojnë dhe konkurojnë fort me privatin, sepse duke mos pasur kosto hyrje, duke pasur burime pa limit nga buxheti i shtetit, janë në comfort zone dhe konkurrojnë lirshëm. Dhe kjo çon atë efektin tjetër që njerëzit tentojnë, synojnë të shkojnë dhe të punsojnë në këtë bankë të zhvillimit apo edhe në ndërmarrjet e tjera në pronësi të shtetit, sepse sjell siguri më të lartë. Dhe kjo ç'a bën? Kjo devijon edhe sjelljen e atyre që ne i themi burime njerëzore. Dhe burimet tona njerëzore orientohen nga kërkesa për të rritur aftësitë e tyre profesionale në dëshirën për të rritur aftësitë e tyre njohse, networkun. Pra ty të duhen njerëz për të hyrë në shtet dhe nuk të duhet të rrisësh aftësitë profesionale. Dhe duke shkuar pak më tej në afatin e gjatë, këto lloj ndërmarrjesh, siç e ka treguar dhe shembulli ynë, po edhe shembulli i gjithë vendeve të lindjes, arrin në një moment që kanë kapacitetet burimeve njerëzore jo të formuara, pra mungojnë menaxherët e aftë që të synojnë të rrisin efikasitetin apo dhe eficiencën e zhvillimit të këtyre ndërmarrjeve. Dhe kjo pastaj krijon kolaps. Pra, historia tregon që fillimisht këto lloj ndërmarrje shtetërore kanë rritje
dhe më pas stopohen pikërisht për shkak të mungesës së konkurrencës dhe për shkak të mungesës të investuarit në inovacion, sepse nuk kanë asnjë nxitës, nuk kanë asnjë element që t'i detyroj të rrisin, të inovohen, apo edhe të konkurojnë. Duke marrë parasysh ato që tha avokati pak më parë që loja në fakt nuk respektohet, nuk është një lojë e drejtë, pati një debat fort, bie fjala për rastin e Bankës për Zhvillim, ku pati zëre që përkufizoni të bankë si në pronësi të Ministrisë së Financave apo vetë Ministrit të Financave? Në fakt, ajo është në pronësi të shtetit, çka do të thotë që nuk është e gabuar, pra. Qëllimi i krijimit të kësaj banke, në mos gaboj unë, ishte fokusi kryesor është tek infrastruktura, tek bujqësia e gjerë dhe tek energjia e rinovueshme. Pra, nuk është as fitimi, as rritja e efikasitetit. Fokusi është mbrojtja e këtyre sektorëve strategjik që në afat të gjatë krijojnë mundësi për forcimin e pozicionit politik apo më tej edhe gjeopolitik, por Shqipëria për gjeopolitikën është shpejt flasim, domethënë. Por patjetër forcon pozitën politike të përdoruesit apo të pronarit të kësaj banke. Avokat, përse në një pikë të saktuar në opinionin tuaj, shteti del nga roli i regulatorit dhe kthehet në operator në treg? Sa pozitive apo negative është ky si zhvillim? Unë dëgjova zonjën dhe realisht në mënyrë parimore ka 100% drejt. Por tani unë po e ballafaqoj me një pjesë të asaj që unë kam mësuar në lëkurën time, kur i thamë. Dihet që unë kam pasi përballje në arbitrazh me një nga 4 kompanit më të fuqishme në Europë energjetike, që ka qenë për punë e Çezit, që kanë bërë një privatizim për mua të jetë korruptuar në Shqipëri, janë hapur dyert që në 2005, nuk përgatitej privatizimi, dhe ata në vendin e tyre të suksesshëm, janë kompani shtetërore, konkurrojnë nëpër Europë, kanë fituar gjitha arbitrazhet tek Kneu të Roqen, u detyruan të riqeshin. Kanë gjetur këtu, pra atë pislikun që nuk e bëjnë dot, duan ta bëjnë, po se bëjnë dot e kanë bërë këtu, dhe aty janë rritur. Dhe janë një nga garantët e energjisë në Europë, një nga 4 garantët më mëdhenj, konkurron me Enelin e Italisë e tjerë. Pra, këtë bankë, kjo është menduar fillimisht si bankë investimi, me sa kuptojnë. A do të shkoj si bankë, pastaj bankat të investimit nuk janë bankë që tregtare që marrin depozita, pranojnë depozita. Në krizën bankare që u bërë në vitin 2008-2009 rrjesh në Amerikë, ishin 270 banka pasaj që morën përpjet. Aty ka pasur që të gjejnë një mënyrë fleksibël që t'i kalojnë dhe bankat e investimit në bankat tregtare në momente krizash. Ne kemi bërë paçavur ekonominë tonë duke afruar koncesioneve shumë të rëndësishme. Kemi dhe rastin e aeroportit Vlorës, që po na dështoi jemi ne si shtet garant. Pra ne kemi dalë garant disa herë privatëve të pa garantuar realisht. Nëse kjo do të garantoj të shtetit, unë e di që prap është rreziku që rregullat e lojës të prishen. Prandaj them, kjo mund të bëhet duke shoqëruar me një gjykat krejtësisht pavarur, që ta shohë shtetin edhe personin të njëjtë. Nuk ka rëndësi se kush është personi, sidomos kur vjen nga jashtë, shteti do të jetë plotësisht përgjegjës pastaj në arbitrazhe të ndryshme. Ne kemi pësuar edhe nga arroganca e politikës. Pra, edukata jonë politike na ka bërë që ne për 2-3 mesazhe politike të dhëna me arrogancë, se ngatroja ai, kujto si kishte bënte me Euronewsin, u morë me beketin, ato kanë ndikuar atje. Në debatin që ka pas drejt për drejt me kryetarin e dhomës të arbitrazhit Londrës, që e përmendi si precedent rastin e beketit, unë i thash, dakord, më ka një problematik në prishjen e kontratës. Por zotënia që mba vetë në për investitor tuaj, nuk ka bërë investime, dhe ju s'keni bërë site visit Shqipëri, e keni bërë jo. Pavarësisht që ai thot në momentin e ndërprerjes ka një efekt politik, Shqipëria kjo është, nuk ka një kulturë politike të tillë që ta përmbajnë veten njerëzit.
për të treguar ti ke të pushtet, po edhe e tregon, domethënë, një arrogant për te asaj dhe i kushton dhe vendit tënd. Po dhe ju nuk e keni gjykuar si duhet, arbitruar si duhet të çështje. Pra, unë e shoh këtë çështje me dy krahët e monedhës, që ne duhet jemi përgatitur, jo se nuk ka. Jo se nuk ka. Unë jam një person që kam parë dhe edukatën bërnut të privatit shqiptar, edhe them mos më qoftë zoti punoj për privatin, se akoma nuk është privat, akoma nuk ka dintet në dur, po ta marrë, po ta... S'po egzagjeroj, po them vërtetën. Shkon në biznes privat, ku është burri njeriu teknik, njeriu që merr vesh nga puna, inxhinier e tjerë, dhe gruaja i s'ka punë fare, shkon dhe urron gjysmën e personelit tij, për shembull, për problemet e veta. Ne akoma s'kemi marrë atë edukatën e punës. Akoma s'kemi bërë privat, ne, domethënë. Ne përzihen problemet e shtëpisë, të kuzhinës shtëpisë me problemet e kompanisë atje. Tani, këta njerëzit më të mirë që kanë nxjerrë shtetit, se ne kur diplomohemi, shqiptar kur diplomohen, e mendojnë që është më dinjitoze bile në shtet, po të ketë paga të mira. I ka marrë privati. Duke punuar me tendra, ka parë që është shumë i mirë ky personi që ka përballë në komision, e ka marrë kompaninë e tij tjetri. Se këta privatët nuk akoma s'kan vajtë financimi që të kenë këta bankierët e dur, juristët e dur, ekonomistët e dur e tjerë. Pra akoma shteti, kemi dalë nga një shteti fort në arsim, pra dikur, edhe si ekonomi, akoma nuk e ka lëshuar, ka ato atun e shtetit, domethënë, dhe njerëzit e provojnë ke privati dhe kthehen prapë këtu. Te kjo. Por që të punosh në shtet, për të vjedhur, që të bësh një biznes privat, kjo duhet ndaluar e para. Dhe mendoj që do të ketë një revansh të kthimit mbrapsht, të fitimit të autoritetit shtetit, por gjithmonë me rregulla shumë të forta, pra të jetë i barabartë. Si personi, ne kemi shumë gjyqje, lidhe me punësimet. Që këtu do ndërpritet ajo hemorragjia. Me 10 rajeri bëjthije gjyqtare, unë i pjesë i kam shok e miq një orë, si ka mundësi që juve atje në sallën e gjyqit, që duket sikur është administrativ, po nuk është. Një njeri është shpunësuar, pushuar me pa drejt nga puna. Aty duhet të konstatojnë direkt shpërdorimin e detyrës. Dhe ti të përgjigjesh direkt si person, si administrator, ministër, kryeministër, nuk ka rëndësi. Të shkosh atje të përgjigjesh ti, si barabartë. Këtu shteti ka autoritet, këtu ligji ka autoritet. Kur themi shtet ligjor, ky është. Të gjithë aktorët janë barabartë para ligjit. Edhe ato rrogat që merr ai tjetri, deri këtu kemi në gjykimin që njerëzit e shohin që përballë se arrogancë politike kush kërkon pushimin e padrejtë i japin një vit, jo ato rroga nga xhepi i atij, administratorit. Edhe të mos ketë më politikën pastaj, që të heqësh ti në mënyrë arbitrare si ministër apo ministre, se shkon ti pastaj dhe na bën 500 deputet ti e do t'i punësosh ti se ti jap vendin e punës. Ti paguash gjithë atje. Dhe ju kam bërë thjesht dy partive. Se këta marrin vetëm për kokat mëdha, po dhe nuk janë më. Ore, uluni dhe bëni këtë ndryshim. Frymëzoni drejtësinë, se do shkojnë në Europë patjetër. Europa sot ka hapur dyert. Kancelari gjerman ka bërë një ftesë shumë bujare për përshpejtuar hyrjen tonë, Moldavisë, Ukrainës e tjerë. A ka mundësi që ju ta tajtoni këtë dhe të ktheni dignitetin dhe garancinë administratës? Se ligjin për administratën nuk e bëjnë. Këtë qasit ju them unë në kodin e punës nuk e bëjnë. Po njeriu, po që e i garantuar në punë shtetërore, unë jam shumë i nderuar të shërbej më mirë vendit tim, se sa një privati që si a di se çfarë sufete ka, edhe ka njerëz që kanë integritetin dhe qasjen të patriotizmit, të humanizmit fundit, edhe them që këtu të rritet edhe duke pasur politikat sociale të minimumit etik, do të na çoni patjetër në një zgjidhje të tillë. Se tani vjen ai tjetri se ka qenë deputet apo gangster, e bëj unë, thot ai, e merr tendrin pa pas kompaninë, pastaj merr ato të shtetit, apo marr një rast tjetër që mua më bën të them këtë që po them. A tha progni para disa ditësh për akshin. Ti lëm hapësirë dhe profesori. Me këtë fjalën e fundit. 500 euro ishte kosto e diçka te Akshi, një programi nuk e di çfarë ishte, të bërë nga vetë punonjës të Akshit dhe u faturua parave shtetërore 3 milion euro. Ishte 1 me 6.000. Si t'ja çojmë në privatit me çmim super të fryrë 500 euro, 6.000 euro, kur ne mund t'i marrim disa shërbime me kostot kurse parat. Pra ka këtu edhe një kundër argument i cili kërkon thjesht
që problemet etniko-ligjore të jenë në nivelin më të lartë mundshëm të zbatimit tyre. Profesor Esha, kemi në fishën e mbrojtjes që kompani tjetër me potencial të jashtëzakonshëm, siç është kompania Kajo. Atëherë, kompania Kajo ka karakteristikat asaj që quhet kapitalizmi klientelist. Pra, Zoti Kara me të drejtë po tregonte se ç'duhej bër ose cili është modeli, por modeli që ju propozoni dhe ju ndiqni i referohet ekonomisë së lirë të tregut. Unë jo më kot shpar përmenda disa tipe zhvillimesh ekonomike. Po, por tashmë Shqipëria mund të zgjidhte të ishte në versionin e Gjermanisë, pra me kapitalizmin social apo në versionin nordik. Por kemi zgjedhur të jemi në këtë sistem. Dhe sistemi i kapitalizmit klientelist dhe sistemi i kapitalizmit shtetëror që janë ndërmjet tyre kanë këto karakteristika. Pra, kanë lidhjen e pushtetit me disa kompani, krimin e oligarkisë, kontrollin e medias, pra ne tashmë jemi në këtë pozicion. Perceptimin tim kemi zgjedhur midis jugut italisë dhe Greqisë. Ku jemi afër, edhe më keq. Fakti është që jemi në këto kushte. Dhe kjo do të vazhdoj të jetë. Profesor Esha, me sekundën tregon realitetin. Klientelizmi, bën italisë ka ndryshim. Do kërkojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian, jo domosdoshmërisht do të thotë që ne do bëhemi një vend demokratik dhe do të kemi ato element demokracisë, pra tregun e lirë, konkurrencën, inovacionin. Pse e them këtë? Sepse ka vende në Bashkimin Evropian që kanë zhvillime të ndryshme. Bullgaria, Rumania apo dhe Polonia kanë pikërisht karakteristikat të zhvillimit kapitalist klientelist dhe ata kanë akoma ende probleme të korrupsionit, probleme të kapjes së shtetit, probleme me ligjin. Pra nuk është se ka ndryshuar. Ky nuk është modeli i dur, apo jo? I dur apo jo, pra nuk jemi në modelin që kemi aspiruar, tregun e lirë të aspiruar nga Perëndimi dhe Amerika. Nuk jemi dhe nuk mund ta kapim këtë. Mund ta diskutojmë në studio sa të duam, por nuk jemi. Po tjetë për mua, shkojmë direkte me tregun Amerikan. Unë aty kam atë. Po, por nuk është zgjedhje me dëshirë, pra është një sistem i tërë që funksionon. Dhe ekonomia jonë tashmë, nëpërmjet kësaj grupit të prokurimeve të kontrolluara, oligarkëve, medjes së zënë, ka krijuar këtë sistem. Fakti që po rritet ndikimi i shtetit nëpërmjet ndërmarrjeve shtetërore, çfarë tregon? Që shteti po kërkon të kthehet në aktor thelbësor dhe këtë e bën në qoftë se vëmë re vitet duke u referuar Bremerit, një nga analistët më të respektuar dhe më serioz të kohës mbi politikat ekonomike dhe mbi zhvillimet globale, ai thotë që karakteristikat që një shtet kapitalist shtetëror ka është rritja e garancive sovrane, pra fokusimi në garancitë sovrane. Nëse keni vënë re, së fundmi ka 4-5 vjet që Shqipëria flet fuqishëm për garancitë sovrane. Ka krijimin atyre që quhen kampion nacional, çdo thot favorizimi i disa kompanive, i pak kompanive private ose në bashkëpronësi me shtetin, që lobohet fuqimisht nga shteti për të qenë konkurrues brenda vetëm. Profesor Esha, më njoftojmë, duhet të shkojmë patjetër në publicitet, kërkoj ndjes për ndërprerjen e fjalës, jo jap më njëherë sapo të kthehemi nga reklamat. Shkojmë në publicitet. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio. Profesor Esha, ndjes edhe një herë pra, ndërpreva fjalën për efekt të reklamave, pra e lam tek mbrojtja, ku kemi pra një tjetër kompani, siç është kompania Kajo që pritet pra të futet në këtë fushë. Në mos gabojmë, kompania Kajo do të ofrojë shërbimet e veta në siguri, e kështu me radhë, pra futet edhe aeroportet, portet, e kështu me radhë. Fakti që qeveria kërkon të marrë në kontroll sektor të tillë të rëndësishëm, është një strategji politike për të forcuar pozitat e tyre. Dhe kjo padyshim që e forcon këtë lloj pozite, sepse privati është i pamundur për ta konkurruar, shteti do marri fuqinë e nevojshme për të vënë veton në këtë lloj sektorësh. Por gjithsesi, do të ishte më e mira që të ishte privati ai që do të ishte
Atëherë, ka disa element lidhur me disa lloj shërbimesh, unë mendoj që është shteti ai që duhet t'i ofrojë. Pra, kur flasim për të mirën publike në përgjithësi, që janë ato lloje të mirash që privati nuk mund t'i ofrojë me eficiencë dhe me efikasitet, dhe ku privati nuk ka interes të investojë sepse nuk i kthehet mbrapsht, atëherë është shteti ai që potencial mjaft të rëndësishëm. Kur flasim për sigurinë kombëtare, përgjithsisht ajo është një mirë publike dhe shtetet, qeveritë kërkojnë ta mbajnë atë ose ta ofrojnë këtë lloj të mire publike, apo siç janë ato që quhen monopole natyrore, ku padyshim qeveritë duhet të investohen për të ofruar të mirën. Pastaj, se cila është mënyra e operimit, se cilët janë avantazhet që u jepen këtyre kompanive dhe se si do të bëhet më tej monitorimi apo auditimi në vazhdim, kjo është një pikë sensitive, një pikë e nxehtë që ngre pikë pyetje dhe duhet të ngri alertën për të qenë të kujdesshëm. Avokat, me që jemi këtu, kemi sektor në krizë të mirëfillt siç është industria. Nuk mund të angazhohen kompani private të këtij sektori që po falimentojnë ditë pas dite për shkak të rënjes edhe të euros, bie fjalët te kompanitë në industrinë e mbrojtjes? Industria e mbrojtjes nuk kemi ne që kemi gabuar shumë. Të industri e kishim dhe e rënuam. Se mirë ne du mund kemi ato asetet që kanë ngelur gërmallat e ndërmarrjeve që kanë qenë, por ne kemi humbur teknologjinë radhë parë. E kemi pas konkurruese, armat tona kanë dalë në disa vende, edhe në Afrikë Veriut, po edhe në lindjen e mesme. Na doli që edhe tek çështja e gërdecit kemi pasur një problematikë aty. Megjithatë, po marr rastin e Amerikës, në kohën e Clintonit, duket se u shkrin nga 8 kompani që prodhonin avion në 2. Edhe u koncentruan te Northrop edhe te Lockheed Martin. Po në fakt ato janë kompanitë të cilat janë direkt dhe në garanci të shtetit, siç janë disa kompani të mëdha në lidhje me automobilet, për Fordin edhe General Motors, që në moment saktuar janë siluruar duke marrë serume financiare nga shteti kur kanë pasur kriza e tjera. Edhe ata nuk mund të bëjnë eksport të armësh pa miratimin e Kongresit apo Senatit apo Presidentit të Amerikës. Pra, ata e kontrollojnë të kompani dhe politikat e jashtme të tyre. Tani ne do të gjemi për të rritur kapacitetet tona për të krijuar sovranitet. Fillimisht janë në disa qëllime dhe targeta të thjeshta për mendimin tim, pa armë të lehta deri tek ato të mesme. Ne kemi nevojë të mos i marrim me çmime, i shohim sa është çmimi, nuk ka funksionuar si duhet tregu tyre, e kemi parë që edhe ato kompani që janë nuk arrin dot të merren vesh për krijuar një fair play në këtë treg, për të qenë të sigurt në lidhje me parametrat e sigurisë, ka nevojë që dhe kemi mundësi që ne t'i prodhojmë to. Kemi pas prodhuar, kemi pasur që nga eksplozivët edhe armë të tjera, ne kemi pasur mundësi të bëjmë edhe riparime të anijeve në portet tona, edhe të avionëve të tjerë. Kishim një flot me anije, një flot me avion, një flot me tanke, edhe uzinë tankesh kemi pas tu, dhe artillerie edhe të tjerë. Me këtë ndisur aty ku stemi ma. Kur hapi baza e krujës, kamioni parë, me ato që kishte dalë akoma në fund, shkonte gjatësia ato kolonës 27 km. Pra kishim një ushtri dhe atë kishim sovranitet. Dhe kur ke sovranitet, edhe mënyra e imponimit lojës të ekonomia më gjërë është tjetër, gjithmonë favorin tënë. Ne kemi nevojë të rrisim kapacitetet tona. Inshallah e kanë me këtë mendim. Nuk e kanë me të, se kush i falimentoj këto? Këta, se këta që i falimentuan ekonominë deri tani, po flasë tani kusurin tjetër, këta duan të ringren. Nuk e di, ato kanë mundësi të ringren. Krahasimi qëndron dhe s'qëndron, sepse janë dy fenomene pak të ndryshme. Ju i referoheni ekonomisë son në periudhën e para 90-s, apo jo? Por ai është një sistem që ka rënë masivisht. Po flas tani këta. Po flet pra prodhimin e armëve pas 90-s flasim. Kemi pasur disa duzina në Poliçani dhe grevën e punojësve Poliçanit. Kemi pasur në Mjekës. Po aty munguan investimet më pas. Po edhe një problem që ka pasur grevë vitet 92-3 atje, etj. Por si padashje u zhbë gjithë kapaciteti i mbrojtjes.
edhe kemi pasur një kapacitet jo të vogël. Unë ka pasur biseda me orë të tëra me ish ministrin e mbrojtjes të ndjejmë për këtij teta, që mi tregonte, isha kurioz dhe e pyesja gjithmonë. Direkt pasi ishte larguar nga ministri, po flas në fillim të 90-s, 92-3, dhe me orë të tëra rria me të. Ne në vitin, kam bërë 10 vit vetë shkollë ushtarake, në vitin 78 ne kemi pasur si ushtri të njëjtën forcë goditse me Izraelin. Po çfarë si e ka? Nëse ai është modeli më efektiv, ne duhet të paktën në atë fushë të jemi sa më fuqishëm. Dhe nëse këta e kanë realisht për të mirën e vendit, po them, a e kanë realisht apo jo, se një pjesë e tyre janë ata që na kanë vjedhur tani. Unë nuk kam më besim. Po si ide është e mirë, besim nuk kam. Tani këtu po e ndajnë. Edhe nuk jam kaq naiv që të them që këta çfarë thonë bëjnë. Jo, nëse po më mirë të dalin të financojnë shtetin, Ervin, se sa të japim prapë garanci ke Pacolli apo ke tjerët. Se këta na hynë në këto garë, në bëdhe arrogant, tani nuk e dium pse zje me njëri tjetrin dhe fajin e ka shteti shqiptar, 90% e aksioneve me 2%, po ka një garanci atje nga ana shtetit, edhe fitimet do t'i kishin sa e sa, se i tregoj vetë në intervistën e fundit pretendimet, sa mbi 100 milionë do kishte të tjera fitime, në një kohë që nëse hyn me investime, unë kam garanci zbatimin e ligjit. Ç'është ky investim që i hyket ti si investitori huaj, e të jap garanci pas garancie, kërcumbi sa marrë, i themi ne nga ana e trajtimit ekonomik. Kryeministri duhet të heqë dorë, aty ku nuk kanë tjerë fuqi të konkurrojnë shtetin, ti dali për zot vetes vet, se në radhë parë unë nuk jetoj për lojën, unë jetoj për që shqiptarët të jetojnë me dinjitet, të lirë edhe në paqen tokën e tyre. Nëse kjo i shërben këtij qëllimi, le të bëhet. Por nuk jetoj se kam rënë dashuri me lojën. Nuk funksionoi ajo loja me ekonominë e centralizuar, me socializmin që shpartallon të zhormik, thamë të kalojmë në botën e lirë. Po jo në botën e oligarkisë. Ne jemi sot në oligopolitet. Pra nuk është një monopol në basa sot një duopol, po mund të jemë për 3-4. E të jemi kënaqur se pas ka një lojë me 3-4 që mos i pafshim. E i pafshim bashkë. Po, profesor Esha, kompanisë qendrore kanë qenë gjithmonë në akuzë tradicionaliste edhe për korrupsion. Sa është rreziku që të shtohet ky korrupsion pra, edhe më tej? Rreziku është shumë i madh dhe në fakt një nga elementët që institucionet ndërkombëtare vënë theksin është pikërisht rritja e korrupsionit, rritja e ato që tham pak më parë, pra që njerëzit do të tentohen të punojnë në shtet. Do tentojnë të rrisin aftësitë e tyre të networkut, jo aftësitë e tyre profesionale. Ata që nuk përshtaten me këtë lloj sistemi do të vazhdojnë të largohen, pra ne kemi brain draining prej kohësh dhe vazhdojmë ta kemi, dhe ata që mbeten përshtaten me rregullat e lojës. Punësohen në shtet, rritet numri të punësuarve në shtet. Kjo krijon edhe një lloj problematike të madhe, sepse duke rritur numrin e ndërmarrjeve shtetërore, do të thotë që konkurenca ndaj privatit është e ndershme, privati ul vëllimin e tij. Por pyetja është, buxheti i shtetit me çfarë furnizohet? Nëse do ulim volumin e privatit në ekonomi, taksat nga do vilen. Rritet vërtet numri i punonjësve, sepse do të punësohen në shtet, të gjitha ato shkojnë në fondin e pensioneve. Pra nuk janë, është një fond i caktuar. Është një përfitim është. Ne furnizojmë, po i ha me raku këti privati për pensionistët? Jo, por me 170.000 lekë, ata me 170.000 lekë. Privati, ato që do të punësoj, do ja paguaj kontributet. S'paguaj fare, dhe tani ka dështu gjithë, me sukses. Nga i pari ke i fundi. Atëherë, këtu prap kemi të bëjmë me mos funksionimin e institucioneve publike, sepse është administrata tatimore që ka si detyrë ta monitorojë këtë fenomen. Ky lloj privati ka lyp me ungjall dhe me Roxha bile. Ky lloj privati. Ky lloj privati në Shqipëri. Biznesit privat, sepse lufta ndaj, do me thonë, nuk mendoj. Asnjë respekt s'kam për biznesin e madh herë. Nuk po them për të mesmin, se të mesmin e shujtë këta. Ai është një biznes që është drejtuar për shkak të lidhjeve klienteliste, është stimuluar. Është një biznes të cilët marrin para publike nëpërmjet tendrave edhe klientelizmit. Nuk mund të akuzojmë privatin për këtë. Ne po themi do na bëhet politika klienteliste. Jo, politika klienteliste është këta herë. Pse u kthye edhe ke njerëz të thjeshtë, barazi është kjo. Le të them. Njeriu është pragmatist dhe njeriu është egoist. Pra ne nuk mund të pretendojmë që njerëzit janë idealistë. Njeriu është human. E u të bën ty, unë jam në shtet të rjetën, të bën ty që nuk e hap rrugën profesionit tim, kujdo. Ktu Shqipëria apo jashtë Shqipërisë, nga Kozë mos i vi.
Profesionalizmi profesionalizmi dhe egoizmi janë dy gjëra të ndryshme. Bashkë. Se e the disa herë këta në shtet nuk do ashtu. Aq përpara tyre jam sa marrin të keqen. E ta them me bindje plotë. Si të duan, merr këtë duash në profesionin tim edhe çik më gjëra. Këtë po them, ata që punojnë në shtet nuk janë profesionistë. Se e shoh si patriot. Më shumë se ç'duhet. E shoh si patriot. Edhe mund të jenë të rap, duket sikur jam kontravers. Jo, kështu duhet të jetë. Unë e shoh si patriot. Edhe aty ku shkoj unë nuk guxon njeri më japë as urdhrin e palishëm. Nuk guxon, se s'ja lejojnë fare, nuk e lejojnë. Pra ne duhet të rikthehemi asaj, për çfarë arsye këta rrugaç të pa shkollë na merr ka ca profesor nga brapa. Pastaj shkoi profesori që rrugaçi pa shkollë, i ka shit drogë edhe na ka shit dëngre atje, e na bën si fortin e zonës, edhe këta të bëhen tani milioner këtu, multimilioner etj. Bollka i paratë e drogës e trafikut. Privati nuk futet dot vetë për të marrë tenderat publike. Jemi dakord mbi këtë besoj. Këtu dakordsojmë. Unë kam thënë si policisë për të punë. Shqetësimi i policëve ishte boll kanë paratë e drogës, po na marrin dhe koncesionet, po bëjnë të pathyeshëm. Më mirë të thyet. Kështu që unë e shoh këtë pjesë mbase jo të me etikën e duhur për ekonominë e tregut, po një kundërpërgjigje ka shi krimit të organizuar Shqipëri që na ka çuar nga këtu atë durimin, e duan këtë përgjigje që të bëhet rishpërndarje e pasurisë. Si do bëhet rishpërndarje e pasurisë? Paratë e taksave të marrin këta, shmendeshme të marrin këta, të pangopurit, të pa fytyrë të Shqipërisë. Pra kjo Shqipëri ka fytyrën e atyre. Pra kaq egërsisht e zhvilluan këtë lloj gare sa nuk e bran më mendje për njerëzit. Ku e ke shëndetësinë sot? Unë nuk mendoj që rritja e ndërmarrjeve shtetërore rregullon rishpërndarjen e tyre. T'ja marrin aty deputetët profarmën atje. T'ja marrin. A kjo ka të bëjë me anën ligjore? T'ja marrin. Pse e dha atij? Edhe ka bllokuar gjithë tregun e ilaçeve. Kjo tregon që s'jemi ende shtet ligjor që zbatojmë. Unë kam mundësi të sjell nga Amerika sot për familjen time një çantë të thjesht me vitamina. Me vitamina më, asnjë gjë tjetër. B6, B12. Nuk lejohet të më thanë se ka dalë deputeti i ka pushtuar tregun e ilaçeve. Po kush po i pyet më këta më? Këta do të jenë burg, ne vëm deputet. Ne ne themi bugës buk këtu, edhe nuk dalin për të mbush orën e emisionit. Pasi jemi drejt fundit, profesoresha. Ka një moral, a ka një moral? Unë mendoj që inshallah e kanë. Po e them kështu po uroj, inshallah ta kenë të moral. Edhe t'ju heqim dhe atë dëshirën e tyre që të marrin paratë publike, po i bëjnë firmat vetëm për të marrë paratë publike. T'ja u presin mbas atë Orex. Nuk mendoj që jemi në këtë zgjidhje. Çfarë të ky lloj fenomeni nuk e zgjidh. Jo, unë mendoj që e zgjidh. Edhe diçka të fundit, shkurtimisht, nëse do të kishe mundësi, a ka alternativa më të shëndetshme kur shteti nuk vendos të hyjë vetë si operator në treg? Unë nuk mendoj që hyrja e shtetit si operator është negative. Pra, as duhet themi haleluja gjithëm zgjidhjen sepse shteti po hyn si operator në treg dhe as e kundërta, sepse ajo varet gjithmonë se si implementohet dhe kush janë mekanizmat monitorues. Pra, shtetet sociale, kemi vendet nordike që janë shembull i konkurrencës lartë, por dhe i pagesës së taksave shumë të lartë dhe një mirëqenie sociale shumë të lartë. Dhe këtu shteti ka një dorë shumë të fortë. Pra, nuk është rasti, është puna e modelit që ne zgjedhim. Që kështu, nëse ky shtet... Nëse zbatohet ligji, çdo gjë shkon ashtu siç duhet. Po patjetër, nëse referohemi edhe raporteve të IDEA, është institucioni për demokraci dhe asistencë elektorale, ai nxjerr 4 skenar lidhur me ekonomitë të ngjashme me tonën, pra lidhur me Ballkanin Perëndimor, por edhe Shqipërinë në vitet të ardhme, dhe ata shohin si zgjidhje të vetme lëvizjet nga poshtë lart për të ndryshuar këtë mungesë të ligjit, mungesë të meritokracisë, mungesë të konkurrencës në vendet tona. Përndryshe, skenari i pritshëm është një stagnacioni oligark që do të vazhdojë të jetë edhe për vitet 2040. Profesoresha, faleminderit që ishe në studio, avokat gjithashtu faleminderit që ishe në studio. Kemi ardhur kështu të nderuar teleshikues në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, bashkë minuta kofshim nesër.